Përshëndetje të gjithëve, uroj që jeni të gjithë mirë. Sot kemi zhvilluar aktivitetin e shumë folur të kësaj jave në rrjetet sociale, në faqen e Anxhumani Xhat Albania, gjithashtu edhe në rrjetet tona sociale personale ku kemi paralajmëruar se do të kemi një aktivitet ndryshe. Aktiviteti sotëm përkon me një linjë artistike dhe kemi titulluar Linja e jetës së refugjatëve shqiptar, për të cilët nëpërmjet artit abstrakt dhe formave të ndryshme piktureske do të arrijnë që me penel të shprehin emocionet e tyre në disa kavaleta, në këto kavanca të cilat do të shprehin emocionet se si kanë ardhur në Shqipëri dhe se si ka evoluar jeta e tyre në gjithë procesin e tyre të integrimit në Republikën e Shqipërisë. Dihet arsye se si kanë ardhur refugjatët iranianë, por ndjen më të lumtur se kur që kanë zhvilluar një jetë me prosperitet dhe një jetë ndryshe, një jetë që ata kanë ndëruar prej kohësh, dhe të gjithë këtë zhvillim dhe evolucion që kanë krijuar në jetën e tyre tashmë në Shqipëri, ku edhe ata i quajnë tashmë si dheun e tyre të dytë, do ta përcjellin me aq sa munden nëpërmjet pikturës. Edhe ne kemi ardhur sot në liçenin e Lindzës, në zonën e freskut në kryeqytet pranë në Tiranë, së bashku me anëtarët e shoqatës Nexhat. Kemi ardhur me Eltisën, me Elën, me Bixharin, me Hamidin, me Kalilin, me Hasanin dhe anëtarë të tjerë, ku së bashku kemi për të bërë këtë projekt dhe në fakt ka dhe një kauz tjetër shumë të rëndësishme. Të gjitha këto piktura ne do mundohemi që të realizojmë sa më bukur, por çdo art vizual në mënyrën e vet, në përcjelljen e emocioneve gjithmonë është një kategori estetike që përfiturohet dhe konceptohet ndryshe nga individ të ndryshëm. Ata do mundohen që emocionet e veta të shpalosen në këtë formë dhe të gjitha këto piktura ne do t'i publikojmë në rrjetet tona sociale dhe me të ardhurat që do të shiten këto piktura, këto donacione do t'i dedikohen një familje për të blerë ndoshta pak ushqimore të nevojshme për një ose më shumë familje. Dhe ku ka më bukur se një komunitet i marginalizuar që ka patur nevojë për të integruar në një vend, të arrijë procesin e vet dhe një ndër hallkat kryesore të integrimit së refugjat iranian, të arrijnë që të bëjnë sadakasi që quajnë ata, po ne themi bamirësi. Dhe shpresoj shumë që ta shijojmë këtë ditë edhe ju bashkë me ne duke parë këtë aktivitet kaq të bukur. Faleminderit shumë dhe do të jemi përsëri dhe me anëtarët e tjerë ku do të japim mendimet e tyre edhe reflektime se si është dukur ky aktivitet sot.